personas vetë. E qartë, vetëm edhe çështjen të cilën desha përgjigje, është gabim diçka gashi në rast se prej postit të presidentit kalon në deputet në rast se dëshiron që ta vazhdoj karrierën politike, sërish t'i kthehet politike, sepse kjo gjë ka qenë e ditur për Vjosa Osmanin. Ajo kohë më parë kishte deklaruar që sërish do të jetë në politikë edhe nëse nuk zgjedhet edhe një herë president. Na e kemi një që ka thonë do të keni këtu do të keni këtu përdall apo përball apo kështu gjëra tjera. Unë mendoj që ajo e zgjedh rrugën e vet politike edhe preferencat e saj politike do të thotë nas mujna me ju përzit atë punë. Mirë po me qenë president apo presidente në këtë rast është sikur me lujt basketbol në NBA. Edhe pastaj me dalë në një ligë do thotë në një ligë të katuneve. Për me thonë do thotë në ligë tepër tol. Unë mendoj që me konu në vend saj kur nuk kisha pranuar me qenë deputete e thjeshtë nëse kisha qenë president. Absolutisht mundet me garu për kryeministre, mundet me garu përsëri prap do thotë pozicionin që e dëshiron, mirë po jo apo zavendës kryeministre, por jo deputete e thjesht, mirë po ajo i ka matematikat e veta, sepse... Nga këtu e dim se synimi është tek presidenca, sepse kështu ka për të ditur edhe në DP. Ajo mundet ta tenton që ta arrijë nëse nuk e arrin postin e dëshiruar, që t'jetë deputetë dhe pastaj me këto matematika do të thotë politike, mund vje prap situata që vetëvendosja eventualisht me bo koalicion me LDK-n. Mirë po edhe diçka se mos rastisht pe harre e të nasit dal jashtëm, pse bre nuk e thash ajden. Kjo për shembull ditën e djeshit, që e komunitet se na i komentojmë ato publike, jo private, që me thonë nëse i votoni këta, aludimi televizja vetëvendosje, na prap do të ju qojmë mas 3 mujve në zgjedhje, është skandaloze. Do t'ju qojmë në zgjedhje. Është skandaloze. Hajtë thujet i pra që ka thonë ma mirë sënë? Jo, kështu ka thënë, do të ju qojmë çdo 3 muaj në zgjedhje nëse i votoni ata, që i bie se sërish nuk do të ketë dakordim mes partive politike. Po, a duket normale, a duket të themi kështu që dikush e don shtetin e vet, nëse e bën këtë kërcënim politik, sepse është kërcënim politik, nuk është kërcënim në lamin penale, do thotë, që nëse ju nuk na votoni ne, që i bie votoni ata lëvizjen vetëvendosje dhe particien do të ketë sërish zgjedhje. Na do të jo, pak më ndryshe është. Do t'ju dërgojmë përsëri në zgjedhje çdo 3 muaj. Edhe tash qytetarët mos më folën ai fjalë tron. Këtë ka thënë edhe vet Kurti zotë. Përjashton bashkëpunimin në lëvizje vetëvendosje. Jo, në fakt Dorotina këtë ka thënë edhe Kurti në një mundësinë. Po kjo nuk për thotë mundësi. Jo, Kurti ka thënë në një fond zgjedhje të reja, në një fond zgjedhje të reja ka thënë se neve nuk na televizion që keni miliona euro pajisje. Veç thuj dikuj atje në, do thotë thuj regjis që të na dërgoj, na çet deklaratën e Vjosa Osmanit e shihni që nëse i votoni këta, na përsëri për 3 muaj ka dhënë kohën. Edhe zotri Kurti gashi. Çdo 3 muaj do të dërgojmë. Dorotina edhe Kurti ka thënë në një prononcim të tij se në rast se nuk bëhet ndonjë ndryshim në rezultatin e zgjedhjeve, që i bie se nën kuptoi që të merr më shumë përqindje se sa që kishte, do të jemi të detyruar të shkojmë në një palë zgjedhje. Pra, në fjalë më të zgjedhura apo them, afërditësi si ke po, mundësia po, jo më thonë që do t'ju dërgojmë, sepse atëherë qytetarët e Republikës Kosovës po i bjen, o votona neve, o pregaditlu për 3 muaj prap me shkull zgjedhje. A është kjo interpretime shafërdita kjo që po diskutojmë, apo... Unë nuk e kam, realisht nuk e kam dëgju kjo deklarat të Vjosës Ta qesit regjia tash? Po, nëse mundet regjia ta siguroj videon... Mënoj që partitë politike... E qesim asej vetëm se... Nuk është mirë që në fushat me i përmenë sërish zgjedhje tjera. Më thonë, nuk e di pse se cila parti politike, kur del në fushat, që kanë fillu fushatën tash, do të me na folë për naj program, ose për naj ide, ose për naj strategji, ose për naj punë që kanë me kry. E jo me na folë sërish për zgjedhje që aludohet në zgjedhje tjera. Do me thonë, ti para prakisht... Ti i kalojmë pra këto. Po, ti para prakisht, po i thu qytetarit dojtë të zdojtë me votu në 5 zgjedhje tjera, ose ti qysh pelodh qytetarin me këto fjali. Ajo që më bën mu për shtypje për shembull. Jo po thojnë o dilni votona neve, ose do shkojmë prapë në zgjedhje. Me presion nuk presion qytetarit. Vota është e lirë, është obligim moral qytetar, nuk është urdhër. Adin që ti nëse nuk del me votu, ki mu dënu është vepër penale. Nuk mundet kërkush me obligu. Është veprim i qytetarit, është unë për vetë menoj që është dita që ne të gjithë, që na bë të gjithë dhe të barabartë dhe që të gjithë duhet me dalë me votu, po jo të gjithë menojnë për shembull si une. Mundet me qenë riformulim, po jo bashkaq direkt radin se ta politikanë sa do që gjatë fushatave janë shumë të vrazhë. Po është çështje ndoshta se si kanë zgjedhur që të bëjmë fushatën. Sa i përket bashkëpunimeve që kjo ka aludu, për shembull nëse me pas bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje. Nëse kjo menon më bë edhe një herë presidente,
Unë nuk e di mas pari qyshme në që presidenti ja shkon përmes rrugëve të kuvendit të Kosovës, përmes atyne deputetëve të kuvendit të Kosovës. Mali që unë këtu desha të ndalim, sepse realisht desha të ashtë një pyetje tjetër para se të kalonim të kjo, me qënë se hape si diskutim, po vazhdojmë direkt. Në disa prej deklaratave të saj, si dhe në intervjistën e fundit të Zonjës Osmani, ku i praneshëm ishe edhe Abdi Gjiku, u dukë sikur Abdi Gjiku deri diku mundua që të ruaj racionalitetin dhe të mos lëshohet në terma, për shkak se këta qartazi kanë bërë publike se dëshirojnë edhe postin e presidentit, ku kandidati për presidente do tjetë Vjosa Osmani. A i bie që deri diku, sepse është parë që më pas në fjalimet e tjera të